Mirëmëngjes, jam këtu sepse jam mirëmëngjes. Jam këtu në një komunikim të drejtë për drejtë, sepse jam absolutisht i surprizuar, le ta themi me një fjalë të butë, nga një reagim i pabesueshëm i shoqatës gjyqtarëve lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për një përpjekje që në këndvështrimin tim është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë e kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vet, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penalltin do ta gjuaj vet dhe porta duhet rri pa portier.